Pas dështimit për herë të tretë për votimin e Albulena Haxhiut si kryetare të Kuvendit të Kosovës, vetëvendosja ka ndërruar mendje. Kandidati për kryetari i Kuvendit në seancën e radhës i propozuar nga vetëvendosje duket se do të jetë Glauko Njufca. Kështu kanë bërë të ditur burime për arbëresh.info brenda vetëvendosjes, pasi kandidati i vetëm i pëlqyer nga të gjitha partitë opozitare është Konjufca. Ndërkohë, rregulloria e re e Kuvendit parasheh që ndërprerjet gjatë seancës konstitutive nuk mund të zgjasin më shumë se 40 orë. Kjo do të thotë se seanca e radhës duhet të mbahet brenda 2 ditëve të ardhshme, konkretisht të premte në orën 10. Ndryshe, kandidatura e Albulena Haxhiut dështoi për herë të tretë sot pasi ajo nuk arriti të sigurojë votat e nevojshme në raundin e tretë të votimit. Procesi u karakterizua nga mungesa e një konsensusi politik me përfaqësuesit e komuniteteve jo shumicë dhe partitë opozitare që nuk ofruan mbështetje. 3 deputetët e nismës social-demokrate abstenuan nga votimi, ndërsa vota e deputetit Adem Hoxha nga Partia Unike Gorane mbetet e paqartë, pasi ai nuk votoi as pro as kundër dhe as nuk abstenoi zyrtarisht. 9 deputetët e listës serbe nuk morën pjesë fare në votim, ndërsa deputetja bosnjake Duda Balje ishte e munguar. Në total në seancë ishin të pranishëm 117 deputet, prej të cilëve 106 morën pjesë në votim. Kandidatura e Haxhiut mori 57 vota pro, 46 kundër dhe 3 abstenime, çka nuk mjaftoi për të kaluar pragun e nevojshëm për zgjedhje. Për herë të tretë radhazi ka dështuar zgjedhja e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, kjo pasi nuk u hodh fare në votim emri i propozuar nga lëvizja vetëvendosje, që është Albulena Haxhiu. Arsyeja ishte kundërshtimi i opozitës, e cila që në fillim ka shprehur qartë se nuk do ta përkrah kandidaturën e saj. Kryesuesi i seancës Avni Dehari, pas mungesës së konsensusit, vendosi të ndërpres seancën dhe bëri të ditur se ajo do të vazhdojë të mërkurën, pra ditën e nesërme në orën 15. Vetëvendosja si partia fituese e zgjedhjeve insiston se i takon asaj propozimi i kryetarit të Kuvendit dhe i qëndron kandidaturës Albulena Haxhiut, ndonse është përballur me refuzim të prerë nga partitë opozitare. Këto të fundit kanë kërkuar një emër tjetër më të pranueshëm dhe me më shumë kredibilitet politik, duke përmendur si arsye mungesën e profesionalizmit dhe sjelljen përçarëse të Haxhiut ndaj opozitës në të kaluarën. Kjo situatë ka futur Kuvendin në një blokadë politike që po zgjat tashmë prej ditësh, duke lënë në pritje procesin e konstituimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të fundit. Nëse nuk arrihet konsensus as në seancën e së mërkurës, mund të pasojnë zhvillime të reja politike, përfshirë edhe mundësinë e shkuarjes në zgjedhje të reja. Ndërkohë, Glauko Njufca kërkoi kohë shtesë, meqense e kemi parë që të gjitha subjektet politike që është dije janë prononcuar se do ta kishin vendimin e njëjtë edhe në këtë seancë. Mendoj se kjo situatë politike nuk mund të zgjidhet përveç se me një marrëveshje, u shpreh ish kryeparlamentari i Kosovës. Juristi Blerin Burjani për rastin ka thënë se posti i kryetarit të Kuvendit po kontestohet për shkak të mungesës së numrave nga vetëvendosje dhe refuzimit të opozitës për ta votuar Albulena Haxhiun, për shkak se ajo ka mbajtur një sjellje fyese dhe ka mungesë të përvojës. Sipas tij, opozita kërkon një kandidat më të pranueshëm dhe ai sheh si alternativë Mefail Bajqinovcin ose Fatmire Kolçakun. Posti i kryetarit kontestohet në mungesë numrash që nuk i ka vetëvendosje. Pastaj opozita kushtozon VV-n për Albulenën e don dikën tjetër më të aftë, më të pranueshëm. Vetëvendosje dihet se problemi kryesor e ka me deputetët pa profil profesional fare, pra aty nuk ka çka të zgjedh askush, por dikush duhet. Kjo që e them dikush, pra duhet dikush tjetër të kandidohet, që madje nuk është fyes dhe i padijshëm deri në fund. Mendoj se Mefail Bajqinovci mund të jetë kandidat, apo Fatmire Kolçaku. Për nënkryetar nuk ka nevojë për konsensus dhe nuk besoj se do të ketë probleme për nënkryetarët. Albulena nuk votohet, dihen arsyet, më shumë cilësohet si fyese, sepse i ka fyer ajo opozitën dhe të tjerët, pastaj ka mungesë përvoje dhe dijesh, por për poste politike VV nuk ka çka me i kqyr, nuk ka askënd me profesionalizëm, thot ai. Ndërkohë, analisti Arnor Sadiku thot se pasi opozita nuk po e votojnë Albulena Haxhiun për kryetarin e Kuvendit, atëherë lëvizja vetëvendosje duhet të ofrojë një tjetër kandidat, që mund të jetë edhe Saranda Bogujevci. E para e punës vërehet dështimi i lëvizjes vetëvendosje si parti fituese për të siguruar votat për kryetarin e Kuvendit dhe qeverinë. Së dyti, nëse e kërkon votën për kryetar Kuvendi, nga opozita duhet të ofrosh një tjetër kandidat konsensual, e ajo mund të jetë Saranda Bogujevci, përfundoi ai. Kujtojmë se zgjedhjet e rregullta për Kuvendin e Republikës së Kosovës u mbajtën më 9 shkurt 2025,
Në këto zgjedhje lëvizja vetëvendosje doli partia e fituese, por kishte rënje që nga zgjedhjet e vitit 2021.